Shikues nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në magazinën tonë informative 21 Live News. Kryeministri Mustafa flet për hyrjen pa leje në Kosovë të zyrtarit të Serbisë Gjurić. Tha se policia ndërmerr masa ndaj shkelësve të ligjit. Komentoi edhe krizën politike në vend. Gjatë vizitës në rajonin e Zhupës në Prizren, të banuar me bosnjak, kryeministri Mustafa po ashtu shprehu qëndrimin për kërkesat për themelimin e komunave të reja, përfshirë edhe atë të Priluzhës dhe Reçanit. Edhe pse autoritetet kosovare nuk I kishin dhënë leje drejtorit të zyrës për Kosovën pranë qeverisë së Serbisë Marko Gjurić të hyjë në territorin e Kosovës, ai gjatë ditës së djeshme kishte arritur që përmes rrugëve alternative të hyjë në Kosovë duke qëndruar në komunën e Zveçanit. Lidhur me këtë çështje ka folur edhe kryeministri I vendit Isa Mustafa, I cili pranoi faktin se ardha e tij nuk ka qenë hyrje zyrtare në territorin e Kosovës, duke vijuar se tashmë policia për këtë rast është duke ndërmarrë të gjitha masat ligjore për shkelësit e ligjit. Hyrja zyrtare nuk është bërë, policia ka paralajmëruar se do të merr masa që do të sankcionojë gjitha masat për shkelje të ligjit dhe ato do të veprojnë për çdo zyrtar për cilin ndalohet hyrja, do të ndërmirën masat ligjore. Kryeministri Mustafa ka folur edhe rreth deklaratave të liderëve të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismes për Kosovën se ato nuk kanë vija të kuqe për koalicione dhe me partitë që janë në pushtet, duke thënë se ne jemi të hapur të bashkëpunojmë me të gjithë rreth tejkalimit të krizës në vend, e më pas duke shtuar se aktualisht jemi më shumë të fokusuar në implementimin e programit qeveritar, që nënkupton se koalicioni I gjatë qeverisës nuk mund të pritet që të pësojë ndryshime. Ne kemi një hapësirë mjaft të madhe, edhe 2 vjet deri në zgjedhjet e 2018. Natyrisht se ne do të bashkëpunojmë me gjitha subjektet politike, sepse nuk është rrugës që ne të vëmë vija të kuqe tani. Ka arsye që të komunikojmë mes vete, që të shohim përputhshmërinë e programeve politike, edhe të mënyrës zgjidhjes së problemeve me subjektet e tjera politike, mirë po tani për tani ne jemi të fokusuar në implementimin e programit qeveritar. Kryeministri Mustafa ka thënë se përkundër paralajmërimeve edhe të disa ministrave serb të qeverisë së tij se së shpejti do të formohet edhe komuna e Priluzhës, ai ka thënë se një gjë e tillë nuk do të ndodhë dhe se premtimet e tilla janë çështje individësh. Ai këto deklarata I bëri sot gjatë qëndrimit në rajonin e Zhupës në Prizren e banuar me pjesëtarë të komunitetit bosnjak, të cilët gjithashtu kanë kërkuar themelimin e komunës së Reçanit. Kryeministri Mustafa dhe zëvendësministri I pushtetit lokal Bajram Gecaj thanë se në mesin e 19 kërkesave për themelimin e komunave të reja është edhe ajo Reçanit, por në mungesë të kriteriumeve të qarta, ato janë vetëm në fazën e shqyrtimit, theksuan ata. Për mbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë edhe në Kosovë më 24 prill, qëndrime të ndryshme jo vetëm të pushtetit dhe opozitës këtu, por edhe ndër qytetarët serb të Kosovës. Pavarësisht se zyrtarët qeveritarë të Serbisë janë këmbgulje se zgjedhjet serbe do të mbahen edhe në Kosovë, edhe pa lejen e institucioneve të vendit, ndër qytetarë serb që jetojnë në Kosovë ka edhe që thonë se do të votojnë vetëm nëse kanë leje nga zyrtarët e institucioneve të Kosovës. Do të dalë nëse lejon Edita ose Thaçi. Thaçi tani është presidenti ynë. Unë jetoj në Kosovë dhe dua të vdes këtu. Nuk do të largohem kurrë nga Graçanica. Nuk është askund më sigur se sa këtu në Kosovë. Nuk ka askund në botë më shumë liri se sa në Kosovë. Por Miljan Velić, shtetasi I Kosovës I përkatësisë serbe, thotë se do të dalë të votojnë në zgjedhjet e Serbisë nëse ato mbahen në Kosovë. Do të dalë në zgjedhje nëse mbahen. Nëse dalin të tjerët, do të dalim edhe ne. Me sa di unë, institucionet e Kosovës kanë lejuar të mbahen këto zgjedhje. Janë organizuar nga OSBE-ja. Kështu ne e dim. Ne do të dalim. Megjithatë, mbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë po e kundërshtojnë fuqishëm partitë opozitare. Lëvizja Vetëvendosje thotë se kjo është në kundërshtim me Kushtetutën e Kosovës. Këtu kemi ndërhyrje të Serbisë. Ndërhyrje drejt për drejt të Serbisë në sovranitetin shtetëror të vendit, në sistemin kushtetues të Republikës Kosovës, pra është sulm I drejt për drejt në Kushtetutën e Republikës Kosovës, dhe në pavarësinë, në shtetësinë e vendit, e po ashtu edhe në integritetin e paprekshmërisë së sistemit tonë zgjedhor. Por kryeministri I Kosovës Isa Mustafa ka thënë se në Kosovë nuk do të ketë zgjedhje serbe, por do të ketë vetëm grumbullim të votave nga ana e OSBE-s. Zyrtarët e Serbisë kanë shpeshtuar fushatën e zgjedhjeve të Serbisë edhe në territorin e Kosovës.
Kryetari i nismës për Kosovë Fatmir Limaj paralajmëron së shpejti koalicion parazgjedhor. Thotë se janë në diskutim intenziv me AK-n, por dyert janë të hapura edhe për të tjerët. Në emisionin Argument Plus theksoi se është luks të përplasemi për ideologji. Mendon se Kosova ka nevojë për një program pragmatik qeverisës që do të fitojë zgjedhjet dhe të jap mundësi për ndryshim. Veçojmë një pjesë të intervistës realizuar nga Besjana Krasniqi. Njerëzit tonë kërkojnë nga ne përgjithësi dhe të mos në kërkojnë nga nisma, jo thjesht nisma të bëhet një lloj ure. Ure të vazhdohet të jetë një urë. Nëse nuk ka vullnet, ne nuk mund të presim. Ne do të ecim. Nëse nga njëri grup ose grupi tjetër nuk ka vullnet për të ecur drejt kësaj shpresë, ne nuk mund të presim. Ne nisma për Kosovën vlerëson që sot është luks me u përplas për ideologji edhe me dalë çështje ideologjike të temë qendrore. Nisma vlerëson që sot Kosovës i duhet një program pragmatik qeverisës, program i cili fiton zgjedhjet, një program i cili jep mundësinë e ndryshimit në vend. Një koalicion parazgjedhor i cili jo vetëm që do të jep të shpresën, po do të garantonte që do të evitonte zgjedhjet e ardhshme në Kosovë. Do të jetë në këtë boshtë opozitar që po e quani ju vetvendosja apo vetëm AK-ja? Janë të hapura për gjithë. Gjithë, pa dyshim, unë po flas demo këtu partitë në parlament, po edhe siç e tham edhe grupet e interesit. Ama ne askund me detyrim kjo, s'është me detyrim, kjo është me dëshirë. Por deri më tash si e shihni zoti Limaj, është më i mundshëm, keni thënë edhe ditë më parë, më i mundshëm bashkëpunimi me AK-n se sa me vetvendosjen. Jo, ajo çka po them ne nuk do të presim. Nuk do të presim derisa të mushet mendja njerëz forcë dhe po tjetër. Cilës nuk po mushet mendja aktualisht. Po nisma nuk e ka ndërmend me prit. Nuk e pra ta salancën as vetvendosjen. Asnjëri nuk e ka ndërmend me prit. Ne do të shkojmë drejt në ndërtimin e koalicioni parazgjedhor. Ne do të provojmë. Nëse këto parti politike hezitojnë, dojnë ende kohë, presin, kur dojnë ka dyert e hapura. Ne jemi duke biseduar më intensive me lancën për ardhmërinë e Kosovës dhe me subjekte të tjera. Natyrisht që ka shumë gjëra që na bashkojnë, siç e kam thënë, jemi të përafër, ama kur të vijmë të zgjedhjet duhet me pas qartë që përballë LDK-s dhe Partisë Demokratike do të jetë edhe një pol tjetër i fuqishëm, i cili jo vetëm që do të jetë serioz, po do të evitojë zgjedhjet e ardhshme. Edhe unë jam i bindur alternativë ose këtë projekt që jemi dy të ndërtuar do të jetë projekt serioz, projekt fitues për Kosovën. Ky projekt do të zyrtarizohet javën e ardhshme? Sa më shpejt. Po nuk është projekt që fillon dhe mbyllet për një ditë. Mund të fillojë javën e ardhshme, por nuk do të ndalet deri në certifikimin e zgjedhjeve. Domethënë është një proces që do të punohet vazhdimisht, duke rritur, duke fuqizuar, duke dhënë hapësirë njerëzve, grupeve të caktuara, duke lënë dyert të hapur për të tjerët, duke i ftuar të bashkohen të tjerët, duke qenë gatshëm se cilët japin diçka nga vetja jonë, pa ama duke ruajtur edhe subjektivitetin partijak të secilit veç e veç. Nëse nuk je gatshëm diçka me dhanë, me kanë fleksibil për me ndërtu diçka më të madhe, atëherë gjithmonë kemi pas lasha, gjithmonë kemi pas probleme dhe ne, këtë rast siç thash, nisma për Kosovën vërtet nëse mund të quhet, është lodhur që 2 vite të luajë një rol, qoftë një herë në Vllane, pastaj këtu mundu me ndërtu diçka, po ne nuk mund të presim, ne do të ecim. Ju thatë se edhe prej 25 marsit keni pasur takime me pjesën tjetër të opozitës, por në fakt një takime të tilla i ka përjashtuar lideri i AK, zoti Ramush Haradinaj, i cili ka thënë se nuk është takuar me zyrtarë të vetvendosjes, nuk ka pasur takime me opozitën që nga 25 marsi. Unë jam takuar, edhe unë tas për veten jam takuar edhe me zotin Haradinaj, edhe me zotin Visari. Jeni takuar darës apo bashkërisht? Jo, jam takuar me secilin veç. Veç e veç? Po. Jem takuar dhe vazhdoj takuar dhe do takuemi sigurisht. Por nuk ka pasur një takim të përbashkët të 3 liderëve? Po s'ka pas moment, s'ka pas rast, kam pas zhvillime, jemi për 8 ditë, 90 ditë, natyrisht. Nuk ka pas një zhvillim veçantë, po besoj që do takuemi shpejt dhe do të bisedojmë për hapat e mëzyrshëm të koordinimit të aktivitetit tonë përbashkët. Do duhet të merrte këtë veprim AK-ja apo do duhet të koordinoheshit si opozitë? Unë mendoj që ka qenë dashur të ulimit, të ftohemi dhe të alojmë së bashku datën. Kjo do të ishte gjë, sikur që ka ndodhur herë të kaluara. Pra ka qenë një veprim i njanshëm i AK-s në këtë rast. Jo, i njanshëm, kisha më thonë i ngutshëm, se në fundi protestat janë pjesë e opozitës, po do duhet që të ulem bisedojmë për datën të 3 parti politike, siç kemi më të kaluara. Që ne do të bashkojmë çfarë do proteste. Kushdo që e thirr, në kundërshtim të këtij regjimi, proteste paqësore,
e ka thirrë Aleancën, nesër e thirrë Vendosja, një përsëri do ta mbështesim. Po pra, sepse jemi në gjithmonë në frymën e këtyre kauzave, në protestat e tilla paqësore kundër këtij regjimi, dhe këto nuk është asgjë të keq. Punëtorët e KEC-it protestuan kundër përjashtimit nga puna të 80 punëtorëve, kërkuan të zbatohet kontrata kolektive, paralajmëruan protesta më masive në ditët e ardhshme. Punëtorë të kompanisë për furnizim me energji elektrike KEC, të përkrahur edhe nga Federata Sindikale e Pavarur Elektrokosova, protestuan para objektit të qeverisë. Kërkuan që të zbatohet kontrata e përgjithshme kolektive dhe që mos të largohen punëtorët nga puna. Që 2600 punëtorë të KEC-it janë këtu po nga frika dhe presioni që po ju bëhet, sot nuk kanë guxuar ta marrin rrugën, sepse një numër është i angazhuar në punë dhe tjerët e kanë frikën e arsyeshme se do të dalin nga puna. Për kompaninë private KEC nuk vlen as nënshkrimi i kontratës kolektive, as nënshkrimi i kryeministit me partner social BSPK në odën ekonomike, mbi nënshkrimin e kontratës kolektive nacionale e cila garanton disa të drejta për punëtorë. Ose nënshkrimi i kësaj kontrate është bërë vetëm për t'i mashtruar punëtorët edhe sindikatat. Në përkrajet e punëtorëve të KEC-it dolen edhe sindikatat e tjera të pavarura, si BSPK-ja, sindikata e PTK-s dhe sindikata e KEK-ut, kritikuan qeverinë se nuk po i dalin në mbrojtje punëtorëve. Nuk tolerohen diskriminimet e sklavopronarëve që t'imposhtin punëtorët dhe mos t'i quajnë punëtorë po sklavë t'i quajnë. Dhe ata kur të dojnë t'i largojnë nga puna dhe ata kur të dojnë t'i marrin në punë. Gjithë e kemi përjetu vitin 90, kur prindërit tonë në largu nga puna, nga një okupator, i cili për vitet tona në kalon në këmbë e në kalon pa punë. Dërsa sot, në vitin 2016, qeveria Kosovës, edhe pse zemra nuk ma thot, për duhet me thonë, vetë është druhem nësë është i njëjti okupator, dhe më thonë, po në largon qeveria jonë për i punë. Duhet t'i vjen turp gjithë atyre që e nënshkruan marrëveshjen kolektive me qëllimet vetme për mashtrim të punëtorëve dhe gjithë opinionit. Sipas Federatës Sindikale të Pavarur Elektrokosova, menaxhmenti i KEC-it ka larguar nga puna mbi 80 punëtorë, mbi 200 e tjerë janë të pasistemuar, derisa mbi 120 janë detyruar nga menaxhmenti i KEC-it të nënshkruajnë marrëveshje mirëkuptimi për një periudhë të shkurtër kohore. Protestuesit thanë se dëshirojnë të zgjidhin mosmarrëveshjet përmes dialogut, por sipas tyre po hasin në vesh të shordhër të institucioneve përkatëse. Për ta rruga mbetet e vetmi alternativë deri në përmbushjen e kërkesave. Lidhur me këtë zëdhënësi i KEC-it Viktor Buzhala përmes emailit ka thënë se KEC-i nuk i ka nënshkruar kontratat kolektive dhe si rrjedhoi nuk mund ta komentoj protestën e sotshme. Buzhala ka thënë se KEC po vepron në përputhje të plotë me secilin ligj në Kosovë, duke shtuar se KEC-i ka vazhduar kontratat për pjesën më të madhe të punëtorëve. Në këtë drejtim, zëdhënësi i KEC-it Buzhala ka kërkuar nga sindikata që të bashkëpunojnë me KEC-in në mënyrë që të gjejnë zgjidhje optimale për secilin çështje. Televizioni ynë ka tentuar të marrë përgjigje edhe nga zyrtarët qeveritar, por kontakti me ta ishte i pamundur. Vazhdojmë me informacionet të tjera. U kujtua egzodi gjatë luftës, qytetarët nga Mitrovica u nisën në drejtim të Kukësit për të marrë pjesë në manifestimin faleminderit Kukës Shqipëri për siç thanë pritjen vllazërore gjatë luftës më 1999. 17 vjet më parë, më 16 prill të vitit 1999, qytetarët e Kosovës, shumica në këmbë, pas shumë krimeve serbe, u detyruan me dhunë të lënë Kosovën e tyre. 17 vjet pas, për të mos e harruar të kaluarën nga mbar Kosova, u nisën shumë qytetar me autobus dhe vetura për të kujtuar eksodin e shqiptarëve të Kosovës drejt Shqipërisë. Më së miri e kujtojnë atë ditë qytetarët që vetë e përjetuan eksodin e 99-s. Po, kujtoj fort mirë se jem dollë në javë ditë, pe Mitrovice, e qytëm ku fekëm po. Me familje jem dollë. Atëherë o konë, kiamet o konë. Ta shëqër zote për qef, shdo më të matë vim, e vizitojmë këtë bukën që këna umër. Pritën që nga kanë bo. Kalablak i madhë o konë.
O, tash se harrojmë këto kur, e shola, zoti, na një mërë edhe neve, edhe këtyne, e sa ma spet bashkohëm. Shtjes jaj me det, pa uj, pa bok, 303, transkapitun, bërgës, si të bërgës ma. Ke marrë të te këty, kër ke kalu ma mirë, zdi ku me shku këtë një në Shqipni. Na kanë prit mirë, na kanë strehuar, na kanë me gjithat mirët. Kryetari i organizatës qeveritare Eksodi 99-ës, Ali Topalli, ndërkaq tha se kjo ngjarje organizohet çdo vit për të festuar lirinë e Kosovës. Si Eksod 99, si OJQ Eksodi 99, ne për çdo vit kemi organizuar këtë ngjarje, këtë përkujtim me qëllim që kjo e kaluar e hidhur të mos harrohet. Kryetari i Kukësit Bashkim Shehu, kalimin e kufirit Kosovë-Shqipëri në Morin, e quajti akt simbolik për shqiptarët. Ne jemi mirënjohës gjithë organizatorëve dhe të vazhdojmë bëjmë vetëm gjëra pozitive të dy vendet. Ditën e sotme quajti ditë të gëzuar për shqiptarët, edhe ambasadori i Shqipërisë në Kosovë, Qemal Mingjozi. Por sot vinë si në kushtet e tjera, në kushtet e një Kosove të pavarur, me liri, me demokraci, një Kosove që synimin e ka drejt Bashkimit Evropian, drejt paqes dhe jo drejt luftës. Duke kujtuar kohën e vështirë, ministri i diasporës Valon Murati tha se s'do të arrinim këtë ditë pa ndihmën e Shqipërisë. Pavarësia Kosovës është një projekt i gjithë popullit shqiptar, nuk është vetëm i kosovarëve, ka qenë pamundur që të realizohet dhe të vi deri te kjo ditë pa përkrahjen e gjithë shqiptarëve kuda që janë. Menjëherë pas kalimit të kufirit në Morin, qytetarët mbushën sërish autobusët dhe u nisën për në Kukës, për të bërë pjesë të manifestimit qendror faleminderit Kukës Shqipëri. Sot kanë ardhur qytetarë shumë nga Kosova për t'i falenderuar kuksianët me një manifestim të cilën e mbajnë për çdo vit. Me të arritur në Kukës, organizata jo qeveritare Eksodi 99-ës i dhuroi këtij qyteti mirënjohje për, siç thanë, pritjen vllazërore dhe të jashtëzakonshme dhënë gjatë luftës së fundit. Manifestimi i faleminderit Kukës Shqipëri e Eksodit 99 pason pas aktiviteteve në Mitrovic, të mbajtura një ditë më parë me moton "Mos e harroni të kaluarën" për një të ardhme të sigurt drejt bashkimit kombëtar. Me moton edhe unë e festoj 4 korrikun, shoqata Miqtë e Amerikës shpalli konkurs publik për esej për ditën e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara, në cilin mund të marrin pjesë nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme të Kosovës. Këto aktivitete konkrete po organizohen me qëllim të ruajtjes dhe avancimit të miqësisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe pikërisht për këtë kjo shoqat tashmë ka filluar edhe ligjëratat në shkollat publike për të ruajtur këtë miqësi me Shtetet e Bashkuara. Agim Rezhepi nga kjo shoqat tha se motoja e punës është që respekti dhe falënderimi ndaj Shteteve të Bashkuara të përcillet me aktivitete konkrete e jo me deklarata boshe. Motoja e punës son që respekti duhet të përcillet me aktivitete konkrete e jo me deklarata boshe e stereotipe, dhe se miqësia me SHBA edhe aleatët e tyre mund të ruhet vetëm edhe mund të dëshmohet vetëm me veprime konkrete. Kanë dëshmuar se kjo është mënyra më e mirë për të ruajtur këtë miqësi dhe për me tentu për të ruajtur edhe në staza afatgjata. Por njëkohësisht në këtë mënyrë dhe ne mujmë me avancu një miqësi të krijuar me shumë mund të sakrifica. Rezhepi më tej ka sqaruar se vlerësimi do të bëhet në 2 faza, ku komisioni i parë do të përzgjedh 20 më të mirët, pastaj komisioni i dytë do të vazhdojë me 10 esej më të mirë, për të cilat do të marrin mirënjohje, ndërsa 3 esej më të mira do të shpërblehen edhe me mjete financiare. Tani shoqata Miqtë e Amerikës është një institucion kombëtar që duhet ruajtur me xhelozi në forcimin e marrëdhënieve dhe bashkëpunimit midis Kosovës dhe SHBA-s. Vlera e projektit arrin shumën e 500 eurove, mjete këto të cilat do të ndahen për esejet më të mira. Vendi i parë do të shpërblehet me 250 euro, ai i dyti me 150 dhe shuma për 100 eurove do të ndahet autorit të esejes që zë vendin e tretë në këtë konkurs. Kosova në fund të dhjetorit do t'i ketë rezultatet e vlerësimit ndërkombëtar të cilësisë së nxënësve në arsim PISA
Nxënësit kosovar u përfshin për herë të parë në këtë test, sikurse nxënësit e mbi 70 shteteve. Mustafa Kadriu, udhëheqës i divizionit për vlerësim, standarde dhe monitorim në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe të Teknologjisë, ka thënë se Kosova këtë vit për herë të parë po e bën vlerësimin më të besueshëm ndërkombëtar për cilësinë në arsim. Në testin final kanë marrë pjesë 225 shkolla me mbi 5000 nxënës. Testi si test është hartua i njëjti test për të gjithë nxënësit e botës, faktikisht e mbi 70 vendeve. Me të njëjtat pyetje janë vlerësuar edhe nxënësit e Kosovës, njësoj edhe vendet e tjera pjesëmarrëse. Kjo jep me kuptuar se vlerësimi PISA nuk bën vlerësimin e kurikulave të shteteve, po kryesisht matë shkallësitë e moshës së nxënësave 15 vjeçare, si për qëllim e ka me pa se sa janë të gatshëm ato që të vazhdojnë shkollimin më të tjeshëm dhe të nesër të jetë një qytetar i suksesshëm. Ndërsa, për Ministrinë, vlerësimi PISA është një mesazh i fuqishëm për orientimin e politikave se çka i do të dhënë prioritet në zhvillimin e tyre, te kurikulat, tekstet shkollore, mandej mësimdhënia, që vërtet indikatorët që dalin për vlerësimit PISA na jep me kuptua orientimet politike për një sukses më të mirë. Kosova për herë të parë matet me shtetet e tjera që kanë marrë pjesë më herët në këtë vlerësim, ndërsa herën e ardhshme vlerësimi do të krahasohet me rezultatet e vitit 2016. E mira është që PISA 2015 na pozicionon, na tregon ku e kemi vendin dhe çka do të bëjmë matu, që kjo është më e mira e gjithë shkapet që kemi bërë gjatë këtë monde, punë dhe detyra që kemi kryer për këtë proces. Testi mbajtur ka përfshirë pyetje nga fusha e leximit, matematikës dhe të shkencave. Kosova tani për herë të parë pret rezultatet e këtij vlerësimi, derisa ka aplikuar si vjet për të marrë pjesë për herë të dytë në këtë vlerësim, i cili do të mbahet në vitin 2018. Sot u përmbyll java e bibliotekës në Kosovë, gjatë 5 ditëve radhazi, ekspozita Qytetet e Kadares ishte më e vizituara. Me një punëtorim mbi të drejtat pronësore të gruas në vendin tonë dhe me 2 sesione shkencore, biolumtimet antropologjike në Kosovë dhe rrëfimet e legjendat për monumentet, është përmbyllur edicioni 14 i javës së Bibliotekës së Kosovës. Zëdhënësja e Bibliotekës Kombëtare të Kosovës Pjetër Bogdani, Gres Maliqi, tha se për gjatë gjithë javës janë sjell tema të rëndësishme për bibliografinë dhe trashëgimin kulturore në Kosovë. Kjo javë ka shku mjaft mirë ashtu si që të ishte organizuar, ka fillu me një hapje solemne ku kanë marrë pjesë përveç drejtori bibliotekës, ka marrë pjesë përfaqësues prej Shqipërisë, prej ambasadës amerikane, mandej ka vazhdu me ligjërata po atë ditë pra ditën e hapjes së bibliotekës, mandej ditën e dytë ka pas gjithashtu konferenca me temë bashkë ka kjo javë bibliotekës që është dokumentimi realitetit të historik të Kosovës, mandej ka pas edhe në për qytetet e tjera organizime siç është Prizreni, Peja, Frizoj, pra ka pas organizime në për të gjitha bibliotekat komunale të qyteteve të Kosovës. Një nga aktivitetet e kësaj jave ishte edhe ekspozita Qytetet e Kadares, që sipas Maliqit ka zgjuar interesim të madh të qytetarëve. Ekspozita Qytetet e Kadares është hapë pikërisht të ditën kur është bërë hapja solemne e javës së bibliotekës. Kjo ekspozit ka pas interesim mjaft të madh, duke pas parasysh se është pikërisht për Ismail Kadaren, që është 80 dhjetori lindjes së tij. Në Shqipëri duhet ta seki se veç është shpallë dhe viti i Kadares, për arsye se është 80 dhjetori lindjes së tij. Kjo ekspozit është organizimi i Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë. Pra Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë prej këtij viti ka filluar që në kuadër të javës së bibliotekës të paraqitet me organizime të saj, me ekspozita, me konferenca, pra një lloj bashkëpunimi ndërsjellë mes të dy bibliotekave. Tema boshtë e edicionit të 14 të javës së bibliotekës në Kosovë ishte dokumentimi i realitetit historik të Kosovës, gjatë diskutimit të së cilës u theksua mungesa një muzeu të fotografisë në vend, si dhe mungesa një kontrolli bibliografik të materialeve të shkruara. Gjatë kësaj jave, përveç panelistëve nga Kosova dhe Shqipëria, të pranishmëve u është drejtuar edhe Aleksandra Kellin nga Biblioteka Publike e New Yorkut. Ndoqët magazinën informative 21 Live News, vazhdoni që ndroni me programin tonë.